Bashkia e Lezhës ka vetëm 3 bashki. Ndërkohë, numri i popullsisë është më i madh. Në Lezhë, në krahasim me Gjirokastër. Është 2 herë më i madh. Pra që thotë që ne duhet të kishim 7 duhet të kishim 14. Po ndërkohë ka edhe qendra urbane që mund të ishin bashki, dhe unë po t'i them. Ka qenë bashki Shëngjini, ka qenë bashki Rubiku, ka qenë bashki Miloti, ka qenë bashki Laçi. Se Mamurasi dhe Laçi, po themi, pra që thotë që janë shkrirë bashki që ishin gjatë 5 bashki, më përpara dhe ndërkohë, po themi në Gjirokastër janë bërë, po themi ca mikroqytete që janë bërë bashki. Nuk e kam në asnjë rrethan. Po është thjesht një menaxhim i padrejtë i territorit dhe i popullatës së shërbimeve. Është ndarje disproporcionale që ka ndodhur. Pra, ky është një tjetër argument që ne kemi. Dhe pra për të parë efektet negative. Po të shkosh, po themi, nga viti 2015 dhe deri në sot, po të shkosh në të gjitha bashkitë të cilët kanë patur, po themi, rrethina dhe që qyteti ka shkuar shumë larg, është populluar, janë kthyer në fshatat shkret. Kush është ai që përfiton? Po prap po marr vetëm qarqet nga qarku i Dibrës, qarku i Kuksit, në fakt po doja pjesën më të madhe e rikthimin e komunave kërkon në pjesën e veriut të Shqipërisë. Absolutisht, ne kemi dhe në zonën e përjashtuar Gjirokastrës, ne kërkojmë për të patur dhe në Vlorë, dhe në Berat, dhe në Fier, edhe në Korçë, dhe në Elbasan, dhe në Durrës, dhe në Tiranë, natyrisht dhe në pjesë të tjera. Por janë shpopulluar fshatat të cilët kanë qenë historike, më përpara, fshatat të cilët kanë lënë gjurmë, fshatat që kanë qenë buroj, po themi, e sulmeve që vinin nga pushtuesit, që nga, po themi, Serbia, apo nga të tjerë vende të cilët bënin Shqipërisë. Dhe është absurde, po themi edhe në aspektin historik, por edhe në aspektin e kontributit që mund t'japin ato në bujqësi, në arsim, në shëndetësi, apo mjaft sektor tjerë. Zotim Zju, Partia Demokratike do t'i qëndroj kërkesës së saj për më shumë bashki dhe rikthim të komunave në disa zona caktuara, apo mund të shohim një marrëveshje me Partinë Socialiste, e cila në të shkuarën, jo se nuk ka ndodhur, ka patur edhe dakordsi. Partia Demokratike është e fokusuar maksimalisht për të qenë bashkit në jo komuna, po bashki, nga 80 deri në 120 apo 116 sa kemi. Së dyti, për të bërë të mundur që delegimi i kompetencës ose përqindja në raport me GDP-n tjetë minimalisht sa vendet e rajonit dhe shumë pranë mesatarës e vendeve të Bashkimit Evropian, pra kërkesat e Partisë Demokratike janë të panegociueshme, jo për interes politik, por për interes të qytetarëve. Janë të panegociueshme, si dorëheqja e kryeministrit e panegociueshme që kërkohet nga protestuesit në shesh? Absolutisht, edhe njerë, Partia Socialiste mund të bëj, sepse i ka 84 mandatet, mund të bëj shumë kollaj, por... Po doja nuk do të lëvizi nga kërkesat e saj. Partia Demokratike absolutisht nuk mund t'jap vot ndaj një reforme që cënon qytetarin dhe që e ka zbrazur Shqipërinë. Sot në Shqipëri, si asnjëherë në mira vite që mund të ketë Shqipëria, nuk e ka parë që të ketë fshatrat braktisur si që ka ndodhur në këto 12 vite, kështu që kauza dhe njëherë është parafrimi me vendet e Bashkimit Evropian dhe dëgjesa e Kongresit të Autoriteteve dhe më shumë se 61 bashki. Zotim Zju, çfarë prisni nga zgjedhjet që do të bëhen në kupolën e Partisë Demokratike? Flasim për prurje të reja, emra të rinj, largim të atyre që shpeshherë pa të drejtë quhen të vjetër, por në fakt jo të vjetër, por ndoshta me kontribute të mjaftueshme në Partinë Demokratike. Çfarë prisni? E para është një standard shumë i mirë që kanë ndjekur PD-ja në procesin e zgjedhjeve, duke respektuar, po themi, edhe zgjedhjet në 4 vite apo të gjitha strukturave duke ja nënshtruar zgjedhjes së qytetarëve, që është vërtet një standard, po themi, perëndimor. Së dyti, u përfitua një këshill kombëtar elitar, në të cilën kanë gjetur veten e tyre më shumë se sa 33 apo 35% prej tyre janë prurje të reja, janë përdorur disa standarde tjera që ju ka dhënë pesh përfaqësimit grave,
që janë 40% e Këshillit Kombëtar, të rinjve të cilët janë 30% e Këshillit Kombëtar, të diasporës që është 15% e Këshillit Kombëtar, dhe normalisht duke harmonizuar që tek akademike dhe drejt tek kontribusit e tjerë. Do jetë e njëjta qasje si Këshillin Kombëtar të PD-s edhe në kupolën e PD-s? Po shohim edhe kryesin, ju e pa që ato 20 persona që u zgjedhën në kryesi, pothuajse janë më shumë se sa 70% prej tyre janë të futur rishtas në kryesinë e Partisë Demokratike. Absolutisht jam i bindur që do të ketë një kompozim të ri dhe në funksionet e tjera të cilët do të jenë në mbledhjen e javës që vjen të Këshillit Kombëtar për të patur një buqet përfaqësimi, po themi me të rinj apo fashëve të ndryshme të cilët ka nevojë për të krijuar një energji pozitive të Partia Demokratike dhe për të qenë koherent. Kur thoni kompozim i ri, do thot me emra të rinj që më parë nuk kanë mbajtur detyra në Partinë Demokratike, apo mund të ketë zhvendosje në pozicione dhe mund të kemi dhe prurje të reja? Do të jenë të dy indikatorët pjesë e kësaj skeme, pra duke respektuar dhe prurje të reja, por edhe personat të cilët janë të rinj në moshë. Dhe një pyetje të fundit, do më përgjigjesh shkurt, sepse jam në minutat e fundit. Prurje të reja që Partia Demokratike solli, ose le themi e ridimensionoi veten në përfaqësimin e saj. A ishte një kërkesë që ju imponua dhe nga vetë sheshi, pra aq kosa në shesh kërkohet dorëheqja e Sali Berishës, largimi i Sali Berishës, por kërkohet një parti e re, një parti me përfaqësi të reja, me më shumë të rinj. Ishte kjo, shërbeu kjo protestë në shesh edhe për PD-n vet? Si vlerëson? Normalisht ka qenë, që të jemi sinqert, ka qenë përcaktuar që më përpara që do të kishte rritje të kuotave të përfaqësimit të grave dhe të rinjisë. Absolutisht ne duhet të jemi koherent, po themi, dhe me ngjarjet që ndodhin. Protestat duhet të shërbejnë, po themi, si një sinjal dhe njëherë për të patur përfaqësimin e tyre, dhe kështu që absolutisht ka ndikimin e vet dhe protesta dhe do të doja që edhe zëri i tyre të ishte brenda strukturave të Partisë Demokratike. Xhelal Bziu, të falenderoj, do të takohemi sërish bashkë për korridoret për Komisionin e Reformës Territoriale. Shkëputemi për pak, themi në orën 12.